Ka përfunduar me sukses regjistrimi në universitet me sistemin e ri elektronik në zbatim të reformës së arsimit të lartë. Edhe njëherë, zhurma çorëditëse e kazanit politikës mbrapsht dhe mediave që i shkojnë asaj pas avazit, ka rezultuar një blof i madh. Viktimat të politikës blofit këtë herë ishin maturant e prindër, natyrshëm të shqetësuar nga një proces i ri që zbatohej për herë të parë, por edhe më të shqetësuar artificialisht për shkak të blofit propaganduar në mënyrë të shfrenuar kundër reformës. Edhe njëherë, ata që duhet bëjnë detyrën e lartë të opozitës ndaj qeverisë për llogari të interesave të njerëzve, e braktisën detyrën. E shpërdoruan brutalisht të vërtetën me gënjeshtra pas gënjeshtrash, shpifje pas shpifjesh, akuza pas akuzash. Dhe si për herë nuk belbëzuan dot as edhe një ide të re, as një propozim konkret, as një sugjerim, sado modest, për të zgjidhur problemet që me demek sipas tyre pati procesi, apo korrigjuar defektet që thanë pa pushim se kishte me demek qeverisja e këtij procesi. Edhe njëherë është barsur mali, po në fund nuk ka pjell dot as një mi, vetëm deklarata boshe, fjalime boshe, inkursione boshe, zero vërtetësi, zero alternativ, zero përgjegjshmëri. Sot, pasqyra përfundimtare e regjistrimeve tregon edhe suksesin e procesit, po edhe deformimin e madh moral e politik të atyre që e kanë kthyer opozitën ndaj qeverisë foltore në foltore, portal në portal në një kazan që zihen për ditë broçkulla. Ata thanë se sistemi i ri regjistrimeve do të dështonte. Sistemi i ri regjistrimeve rezultoi i suksesshëm. Ata thanë se maturant me rezultate më të ulta do të përfitonin në kurriz të maturantëve me rezultate më të larta, duke dalë përpara tyre. Por kjo nuk ka rezultuar as pak e vërtet në as edhe një rast të vetë. Ata thanë se në vend të meritës do të vendoste rrushfeti, partia, tarafi, por në të vërtetë sistemi i ri me funksionimin elektronik dhe transparent në sytë e 10 mijëra maturantëve e prindërve, që e ndoqën për herë të parë e curinë e procesit në kohë reale, fal kodit digjital të çdo maturanti, i kanë mbyllur të gjitha shtigjet 25 vjeçare të ndërhyrjeve në sistem nga jashtë. As leku, as partia, as kushëriria apo miku nuk ndërhynin dot në proces. Këtë herë fatin e çdo aplikimi e kanë vendosur më në fund vetëm rezultatet e çdo maturanti aplikues. Ata thanë se sistemi i ri ishte ndërtuar për të favorizuar universitetet private në dëm të universitetet publike. Por, në fakt, për herë të parë, në zbatim të reformës së arsimit të lartë, universitetet private ju nënshtruan strikt të njëjtit proces regjistrimi si universitetet publike. Dhe, pavarësisht faktit që ato financohen privatisht, faktori lek pati zero rol mbi regjistrimin e kryer me sistemin e unifikuar elektronik për të gjitha universitetet, pa dallim, sepse sistemi njihte universitete, jo universitete private ose publike. Ata thanë se ky sistem do të mbushte universitetet private dhe do të zbraste universitetet publike. Por, shifrat përfundimtare thonë se 81% e maturantëve janë regjistruar në universitetet publike dhe vetëm 19% në ato private. E ky raport s'ka qenë asnjëherë më në favor të universiteteve publike. Ata thanë se sistemi i ri do të ulte në minimume historike numrin e studentëve që mund të hyjnë në universitetin publik. Por, e vërteta është se numri i të regjistruarve
në universitetin publik është 5% më i lartë se vjetë, ose 1014 student më shumë. Ndërkohë që numri i studentëve të regjistruar në universitetet private është 27% më pak se vjetë, ose 1587 student më pak. Ata thanë se sistemi i ri do të ulte cilësinë, duke i penguar më të mirët të shkojnë aty ku preferojnë dhe madje duke i djegur në fund të procesit. Por, rezultatet e regjistrimit tregojnë se nga 291 programe që kemi në universitetet publike, në 162 prej tyre cilësia e të regjistruarve është qartësisht më e lartë se vitet e kaluara për nga rezultatet. Ata thanë se sistemi i ri i dënon studentët me mesatare të lartë dhe i detyron të kërkojnë shpëtim tek privati, por rezultati i regjistrimit përfundimtar është grushtus edhe për këtë ndaj këtyre alarmusëve fals. 84% e studentëve me mesatare mbi 9 janë regjistruar në universitetet publike dhe vetëm 16% e tyre në universitetet private. I njëjti raport në favor të universitetet publike ruhet edhe në fashën e studentëve me mesatare mbi 8, e po ashtu edhe në fashën mbi 7. E pra, reforma e arsimit lartë ka mundësuar fillimin e një kthese historike në funksion të konkurencës dhe të meritës. Studentët e këtij viti të parë janë me plot gojë ndalëndyshet e para që lajmërojnë pranverën e arsimit lartë në Shqipëri. Ka padyshim. Ende shumë për të bërë që pranvera të vijë e plot në Universitetin Shqiptar pas kaq shumë vitesh rrënime dhe degradim. Madje duhet thënë se më e shumta është ende për të bërë, por edhe në arsimin e lartë. Si në çdo sektor, është hedhur baza për të bërë shtet. Një shtet serioz që garanton konkurencën dhe promovon meritët përmes konkurencës për Shqipërinë e gjeneratës tjetër.